parë tek portali një lajm që vjen me këtë titull: Kosova heq ndalesën e importit për kafshët e gjalla dhe shpezët nga Shqipëria. Dhe arsyeja? Dhe arsyeja. Pikërisht, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se bazuar në raportet zyrtare të ADIS dhe WOAH në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk janë më të pranishme sëmundjet PPR, që i bie të jetë mortaja e dhenve dhe dhive, si dhe avion influenza, që i bie të jetë gripi i shpezëve, ose serotip me patogjenitet të lartë, që i bie të jetë HPA1 ose H5N1. Sipas këtij njoftimi, në bazë të ligjit për veterinarin numër 2004 thyer për 21 është marrë vendim për heqjen e ndalesës së importit dhe lejohet importi i kafshëve të gjalla, dele dhe dhi dhe produkteve të tyre, si dhe i shpezëve të gjalla dhe produkteve të shpezëve që vijnë nga Republika e Shqipërisë. Vendimi thuhet hyn në fuqi menjëherë pra në njoftimin që ka dhënë sot Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë.